Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për javën nga data 23 deri në datën 29 mars. Është një javë karmike për të gjithë dhe do ketë zbulime karmike gjatë kësaj jave. Gjithsesi do shohim se si do ndikojë te gjitha shenjat e horoskopit. Ju uroj një javë sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju mund të dëgjoni dhe ascendenten ku e keni. Atëherë shohim energjinë që do na vi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit, si do jetë java për ju. Në lidhje me shenjën tuaj, ju shoh që ju mund të keni të bëni me energjinë e shenjës shigjetarit, të demit ose të peshores, energjitë shenjave të ujit, përsëri energjitë shenjave të demit, energjia e shenjës së demit, por dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju shoh që ju dëshironi të bëni një fillim të ri, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, por ndërkohë mund të, për një pjesë tjetër, ju mund të bëni fillimin e një pune të re, të një projekti të ri ose të një bashkëpunimi të ri. Dëshironi të lini mbrapa gjëra që mund të kenë qenë të vështira për ju në marrëdhëniet ose ju dëshironi të pastroni marrëdhëniet tuaja ose njofjet karmike që ju mund të keni pasur për të marrë një drejtim më të mirë. Dhe shoh një takim në lidhje me pjesën e personave që dëshirojnë të futen në një njofje të re, por ndërkohë shoh edhe nuk e di një lloj zhgënjimi që ju do merrni. Ndërsa për gjithë ata që dëshirojnë të fillojnë një punë të re, një projekt, një bashkëpunim, dhe aty shoh që ju do lini mbrapa ndoshta një punë tjetër ose një partneritet, një bashkëpunim që keni pasur për të filluar diçka më të mirë për veten tuaj, për të marrë një drejtim në lidhje me këto partneritete. Dhe shoh kontrata të rëndësishme që do keni gjatë kësaj jave. Duhet keni kujdes sepse shoh që do merrni një zhgënjim ose ju do mërziteni pak në një rast, në rastin tjetër mund të merrni një zhgënjim në lidhje me një kontratë ose bashkëpunim që ju do bëni gjatë kësaj jave. Gjithsesi, kjo ka lidhje edhe me pjesën e dokumentave për një pjesë prej jush. Ju ndoshta dëshironi të jepni drejtim pjesës së dokumentave, do bashkëpunoni me një person ose me avokatin tuaj ose diçka tjetër, dhe shoh që sikur do zhgënjeni pak ose do mërziteni pak. Për pjesën tjetër mund të jetë fillimi një shtatzanie gjatë kësaj periudhe, por shoh edhe bollëk dhe prosperitet. Gjithsesi ju do lini mbrapa situata të vështira për t'i dhënë një drejtim më të mirë vetes tuaj. Mund të jetë një shtatzani që ju ndoshta ju ka munduar pak, por gjatë kësaj jave shoh që ju do t'jepni drejtim. Për një pjesë tjetër ndoshta në lidhjet ose marrëdhëniet e tyre, por gjithsesi në fund të javës shoh një lloj zhgënjimi në lidhje me ju. Ose ju do mërziteni në një rast tjetër, ose në rastin tjetër mund edhe të ndoshta nuk e di, diçka, një goditje që mund të merrni gjatë kësaj jave. Gjithsesi, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj përsëri një javë të mbar. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Është një javë karmike për gjithë, ka rikthime karmike dhe ja të shohim se çfarë do ketë në lidhje me shenjën tuaj.
Ju shoh që ndiheni pak të sakrifikuar. Mund të ndiheni, këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së peshqve, energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të ujrit dhe energji të shenjave të zjarit. Atëherë, ju shoh që ju ndiheni të sakrifikuar. Ndoshta do jeni duke analizuar emocionet tuaja në lidhje me një person. Ju do përdorni një lloj strategjie në këtë njohje që ju do keni, por ndërkohë do studioni dhe situatat me këtë person, që jeni në njohje ose në lidhje. Por shoh një refuzim. Ose ju do refuzoni dikë, ose dikush ju refuzon në këtë njohje. Ndoshta ju është një person që ju keni dhënë shumë emocionalisht, ndoshta keni përdorur edhe një lloj strategjie me këtë person, por shoh që ose do ta refuzoni ose do t'ju refuzoj. Ose në momentin tjetër ju jeni, në rastin tjetër jeni përqendruar kaq shumë te ky trishtim, sa nuk shikoni që ky person po ja u jep këtë dashuri. Ndërkohë, do keni shumë pasion gjatë kësaj jave, do keni flerte, romanca, por ndërkohë do keni edhe persona të së kaluarës tuaj që do rikthehen tek ju. Ose marrëdhënie që ju keni pasur dhe personat rikthehen përsëri tek ju. Dhe ju do jeni duke studiuar rreth këtyre situatave. Në lidhje me punën tuaj, ndoshta ju po punoni shumë fort aty, e ndjeni veten që po bëni më shumë se ç'duhet te vendi punës dhe do filloni të ndryshoni mënyra ose formën e të punuarit. Do përdorni një lloj strategjie për të ndryshuar situatat te vendi punës, ose në lidhje me projekte, me bashkëpunime të ndryshme. Shoh që do keni oferta gjatë kësaj jave, mund të jetë një ofertë pune, një ofertë në lidhje me partneritetet, me bashkëpunime të ndryshme që mund të keni, por gjithsesi ju shoh shumë të fokusuar dhe nuk përqendroheni ose ju nuk shikoni ofertat që do t'ju vinë. Do keni fillime të reja me shumë pasion, mund të jetë, fillimi një pune të re, një projekti ose një bashkëpunimi, gjithsesi do jeni të vendosur në qëllimet tuaja, në lidhje me gjithçka. Më falni, dhe këtu bëhet fjalë në çfarë do lloj situate që të jeni. Disa prej jush do kenë kontrata gjatë kësaj periudhe, do ndjeni shumë entuziast në lidhje me kontratat, sepse shoh që do përdorni një lloj strategjie që do plotësoj ato qëllimet tuaja. Në rastin tjetër, kjo mund të ketë të bëjë edhe me institucione shtetërore për një pjesë prej jush, por ju i vendosni qëllime vetes që të arrini gjërat që ju dëshironi. Kjo mund të ketë lidhje me karrierën tuaj, me punën, me zyra të ndryshme që ju mund të keni punë, ose në rastin tjetër mund të ketë lidhje edhe me pjesën e dokumentave. Dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshmet, mund të jenë dokumenta pune për të larguar jashtë shtetit, dokumenta leje pune, leje qëndrimi, dokumenta shtëpish, patent, studimesh, ju mund t'i merrni dhe do t'ju duhet që ju të përballeni edhe me institucione, mund t'jenë shtetërore, mund t'jenë edhe private. Gjithsesi ju shoh të vendosur me shumë pasion në qëllimet tuaja, por ndërkohë edhe do keni dhe kontrata të rëndësishme gjatë kësaj jave. Edhe pse është një javë karmike, ju thjesht do mundoheni të menaxhoni situatat në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Një person nga e kaluara ose një marrëdhënie nga e kaluara do kthehet tek ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim, është një javë karmike dhe do ketë zbulime karmike në lidhje me shenjën tuaj, dhe ja të shohim për çfarë bëhet fjalë. Erdhi një energji shumë e bukur, gjithsesi ju shoh që do keni të bëni me energji të shenjave të ajrit, të tokës, të ajrit jeni ju vetë, të ujit dhe përsëri të ujit. Shoh që ju ndoshta do keni shumë diskutime në fillim të kësaj periudhe, ose ju do rishikoni marrëdhëniet tuaja. Dhe këtu flasim, mund të jenë marrëdhënie në çift,
që jeni në njohjet ose në lidhjet, ose edhe marrëdhëniet ndryshme shoqërore, por ndërkohë shoh që do merrni dhe disa informacione në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Për pjesën e beqarëve, do lini mbrapa situata të vështira që keni pasur, ju shoh që do keni shumë emocione në lidhje me një takim, në lidhje me një person. Shoh një takim të bukur, një dashuri, ku ju do shkëmbeni emocionet me njëri tjetrin, ndërsa për pjesën tjetër ju do harrini të keni diskutime në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, do merrni më shumë informacione. Por ndërkohë ju shoh që do rishikoni dhe marrëdhëniet. Këtu flasim, marrëdhënie në çift, marrëdhënie në njohje ose lidhje, ose edhe marrëdhënie familjare. Ju do lini mbrapa situata të vështira dhe dëshironi të krijoni një lloj stabiliteti emocional. Në rastin tjetër, një pjesë prej jush mund të kenë lidhje me dokumentat. Ju do keni shumë diskutime për punën e dokumentave, ndoshta keni kaluar vështirësi në bërjen e dokumentave dhe ka arritur momenti që ju të arrini ta stabilizoni këtë pjesë. Por ndërkohë mund të mësoni dhe gjëra të fsheta, gjëra që ju janë fshehur. Gjithsesi do keni lajme të mira dhe shoh që një person do t'ju ndihmojë. Për gjithë ata që kanë lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, dhe aty ju do keni një fillim të ri, ndoshta ju dëshironi një punë të re, një bashkëpunim ose një partneritet. Do keni diskutime në lidhje me këto partneritete dhe nuk e di, keni kaluar dhe në lidhje me punën tuaj vështirësi pafund, por ju do arrini ti stabilizoni edhe anën tuaj të punës, por dhe anën ekonomike. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të çliroheni nga situata të vështira që keni kaluar. Dhe ju shoh në partneritete, për ata që kanë lidhje me partneritetet, në bashkëpunime, ose mund të jetë dhe një person te vendi punës që do t'ju ndihmojë. Për një pjesë tjetër ka lidhje me një shtëpi. Ju mund të jeni në diskutime për një blerje, një shitje, ose mund të jeni në diskutime për një investim që dëshironi ta bëni te shtëpia juaj, ose investime të ndryshme që mund të jenë blerje online, mund të jenë blerje orendish, ose mobilje. Por shoh që do keni shumë diskutime dhe në lidhje me këtë gjë. Ndërsa një pjesë tjetër do merrni një shumë të konsiderueshme parash që do t'ju qetësoj, ju do ndjeni mirë, por ndërkohë do jeni edhe duke festuar në lidhje me këto para që ju do merrni. Dhe këtu flasim si në lidhje me personat që mund të marrin një shumë parash për të investuar në shtëpinë e tyre ose nga një trashëgimi ose diçka tjetër, dhe do jeni duke festuar edhe me dikë tjetër ose edhe në lidhje me familjen tuaj. Gjithsesi është një javë fantastike, ju uroj një javë të mbar përsëri, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Dhe është një javë karmike për të gjithë dhe do ketë zbulime karmike gjatë kësaj jave dhe të shohim çfarë do ketë në lidhje me ju. Atëherë, ju shoh keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, përsëri të ujit që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të ajrit. Nuk e di, shoh që në fillim të kësaj jave ose gati afër mesit të javës që ju do bini, do jeni pak të trishtuar, do mendoni rreth humbjeve që mund të keni pasur në jetën tuaj ose në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Dhe mund të jetë humbja e një personi, mund të jetë një humbja e një marrëdhënie që mund të keni pasur. Dhe ju do filloni ti rishikoni këto situata. Ndërkohë keni mundësi dhe oferta këtu që ju presin. Mund të jetë një mundësi që ju t'i rregulloni marrëdhëniet tuaja në një rast, ose në rastin tjetër mund të jenë edhe oferta të reja që do t'ju vinë në lidhje me dashurinë. Gjithsesi, ju shoh që do lini problemet mbrapa, çfarë do lloj problemi që mund të keni pasur në lidhje
me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, duke u futur dhe duke rishikuar përsëri situata të ndryshme dhe do t'rregojeni më të kujdesshëm. Ndërkohë, ju shoh që do përdorni një lloj strategjie. Ndoshta ju do përdorni atë intuitën tuaj sepse intuitën e keni në lidhje me një lloj strategjie që do përdorni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër, ju shoh kjo ka lidhje dhe me anën profesionale. Ju mund të jeni duke menduar në lidhje me situata të kaluara, me një punë të kaluar ose me zgjedhje të vjetra që mund të keni bërë në punën tuaj dhe ju mund të keni humbur ose shanse dhe mundësi që i keni humbur dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të përqendroheni gjatë kësaj jave te kjo situatë. Do filloni të rishikoni këto situata në lidhje me punën, me partneritete, me projekte të ndryshme që do keni, por dhe me karrierën tuaj. Dhe shoh që do lini problemet që keni pasur, ndoshta vështirësitë më saktë që mund të keni pasur në lidhje me punën dhe do t'i jepni një drejtim më të mirë vetes tuaj. Por do ta bëni duke përdorur atë intuitën tuaj, por ndërkohë duke përdorur dhe një lloj strategjie. Ose ju duke bërë ato lëvizjet e duhura në lidhje me punën tuaj. Një pjesë tjetër kanë lidhje me pjesën e dokumentave, me institucione shtetërore, por dhe private, dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Ju mund të keni humbur një mundësi, një shans, por shoh që do keni oferta të tjera, edhe me punën, edhe nga ana ekonomike e shoh këtë, por edhe në lidhje me pjesën e dokumentave. Thjesht do t'rregojeni më të kujdesshëm në lidhje me gjithçka. Ju shoh që është një javë që ju do futeni do jeni duke rishikuar njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja dhe do përdorni një lloj strategjie. Por ndërkohë është një kartë që tregon që ju bini të trishtuar për humbjet që keni pasur në të kaluarën në lidhje me situata të ndryshme. Mund të jetë humbja e një pune, humbje ekonomike, humbja e një personi, humbje dokumentash, por dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, është një javë fantastike, ju do dilni nga këto situata duke i dhënë një drejtim çfarë do lloj situate që ju të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e luanit. Atëherë është një javë karmike për të gjithë dhe shohim se si do jetë në lidhje me ju. Shoh që ju keni të bëni me energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të ajrit përsëri dhe përsëri ajër. Jo, më falni, zjarr, që është energjia juaj. Ju shoh që ju do keni paqartësi në fillim të kësaj jave, por ndërkohë shoh ju dëshironi të zgjidhni një situatë ose të vini një drejtësi, sepse ju do përballeni me një të fshetë, me një sekret që mund të mësoni. Kjo ka lidhje si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja për një pjesë ka lidhje me pjesën e dokumentave, ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje dhe me çështja arsimore që mund të keni gjatë kësaj periudhe që ju dëshironi të zgjidhni ose ju dëshironi të vini një drejtësi në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni pasur. Gjithsesi, ju shoh për një pjesë prej jush nuk i shihni qartë situatat gjatë kësaj jave. Ju ndoshta dëshironi të futeni brenda vetes për t'i parë më qartë këto situata, ose ju mund të keni pasiguri ose frikra emocionale në lidhje me punën tuaj. Ndërkohë ju dëshironi të jepni zgjidhje kësaj situate dhe aty mund të zbuloni diçka. Mund të jetë një fshet që do ta zbuloni. Gjithsesi ju do t'i vendosni qëllim me vetes tuaj, ndoshta do ndryshoni dhe ato bindjet tuaja dhe kjo gjë do t'ju shtyjë që ju të merrni atë drejtimin e dur, por të
arrini për të realizuar ato qëllime tuaja. Në rastin tjetër, ju mund të mësoni një sekret nuk e di në lidhje me studimet ose me çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me gjykatat, me prokurorit ose edhe me institucione shtetërore, dhe zbuloni diçka. Është një fshet, një sekret që do dali para jush. Gjithsesi, ju do harini do të futeni brenda vetes, të merrni energjinë e nevojshme për të dhe t'i vini qëllime vetes për të vënë këtë drejtësi në lidhje me gjithçka, këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, por ndërkohë t'i jepni zgjidhje dhe situatave të ndryshme. Shoh që do keni dhe kontrata të rëndësishme gjatë kësaj periudhe dhe kontratat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Mund të jenë kontrata pune, kontrata studimesh, kontrata nuk e di, shtëpie ose diçka tjetër, gjithsesi ju do keni dhe kontrata. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Virgjëreshës. Dhe shohim si do jetë kjo javë për ju. Uroj të jetë një javë e mbarë. Gjithsesi do ketë çështje emocionale, por do ketë edhe disa situata që do kthehen dhe janë më tepër situata karmike. Dhe të shohim. Dhe shoh që në fillim të kësaj jave ju sigur dëshironi të çliroheni nga diçka. Ndoshta dëshironi të keni një fillim të ri, të çliroheni nga një fund karmik, nga situata karmike që mund të keni pasur në jetën tuaj, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por kjo ka lidhje edhe në situata të ndryshme, me vendin e punës ose diçka tjetër. Shoh që nuk e di keni rikthime të çështjeve të kaluara dhe nuk tham energjitë shenjave të ujit, të zjarit, të tokës që jeni ju vetë, edhe përsëri të zjarit. Ndoshta ju shoh që do jeni në një situatë kur mund të keni të bëni dhe me institucione shtetërore. Flasim në lidhje me punën ose projektet tuaja ose në pjesën e dokumentave, gjithsesi ju shoh që çliroheni nga situata të vjetra, që mund të jenë situata karmike. Këtu flasim në lidhje me dashurinë, ju do bëni një fillim të ri, por do tregoni më tepër, do keni pasion në lidhje me këtë person, por më vjen keq, por disa prej jush mund të jetë edhe dikush tjetër që një person i tretë, nuk e di, në këtë marrëdhënie ose njohje, gjithsesi për një pjesë tjetër shoh që do keni një lloj bashkëpunimi me këtë person. Por shoh një pjesë për jush ndoshta ndiheni pak të lënduar ose pak të mërzitur në lidhje me një situatë. Gjithsesi, edhe pse keni shumë pasion, ju shoh me një person, është një person që mund të jetë dete e vendi punës dhe ju tërheq, ose personi të rriqet nga ju do mundoni të bëni gjithçka, të bashkëpunoni me këtë person për të bërë një fillim të ri, sepse shoh shumë pasion, fillime të reja që marrin zhvillime shumë të mira. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, dhe aty do çliroheni nga vështirësi që mund të keni pasur, shoh një çlirim shpirtëror për ju, por ndërkohë mbas kësaj situate ju do keni të kontrata të reja në lidhje me punën, me bashkëpunime, me partneritete të ndryshme, dhe kjo gjë do t'ju bëj më entuziast, me qëllime në veten tuaj, dhe shoh një bashkëpunim, por që nuk do ndiheni shumë të kënaqur, edhe pse ju shoh që mund të jetë edhe një biznes i ri, mund të jetë një aktivitet i ri që ju do hapni, mund të ketë lidhje me artin ose me diçka tjetër, me punë artistike, por fitimet do jenë të vogla për momentin dhe kjo gjë do t'ju lëj pak të pakënaqur. Gjithsesi, ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë fillim nga ana ekonomike, ndoshta ju do filloni dhe të rishikoni anën tuaj ekonomike gjatë kësaj jave dhe do mendoni për të bërë një fillim të ri, ekonomik flasim. Ndoshta për të hapur diçka të re, dhe tha mund të jetë një punë e re, një projekt, një bashkëpunim,
një partneritet, sepse ju shoh që do jeni bashkëpunues gjatë kësaj jave. Gjithsesi, është një javë fantastike, me çlirime nga situata të vjetra, me qëllime në veten tuaj, me shumë pasion, me kontrata, me bashkëpunime, por dhe fillime të reja, por dhe rishikime të anës tuaj ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës të peshores. Atëherë, shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshores. Është një javë karmike ose me situata karmike nga e kaluara për të gjitha shenjat e horoskopit. Gjithsesi, shohim si do jetë java. Dhe këtu kemi të bëjmë me 4 energji, energjia e shenjës së Demit, të Luanit, të Virgjëreshës, por dhe të Akrepit, energjitë shenjave të Tokës, të Zjarit dhe përsëri të Zjarit. Atëherë, ju shoh që fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para në lidhje me disa situata që mund të keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju do filloni të rishqyrtoni marrëdhëniet tuaja dhe për t'i çuar para ato. Ndoshta mund të keni edhe një komunikim me një person nga e kaluara gjatë kësaj periudhe, më falni, por ndërkohë ju do të regoni shumë të kujdesshëm, do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar dhe do t'i vini qëllime vetes për të në lidhje me këto në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ndërkohë duke rishqyrtuar marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi, shoh që mund të zbuloni dhe diçka të vërtet gjatë kësaj periudhe dhe fati do t'ju ndihmojë në lidhje me këtë gjë. Ndërsa në lidhje me punën shoh një bashkëpunim, partneritet ose mund të jenë edhe nuk e di në diçka domethënë në lidhje me punën mund të jetë një aktivitet i ri për një pjesë tjetër. Dhe ju do lini mbrapa vështirësitë dhe fati do t'ju ndihmojë që të çoni gjërat para në projektet që ju keni, bashkëpunimet ose në punën tuaj, por dhe në karrierën tuaj. Disa prej jush mund të ndjeni pak të pakënaqur gjatë kësaj jave në lidhje me të ardhurat ose ju mund të hapni dhe diçka tuajën gjatë kësaj periudhe me të ardhurat vogla, por gjithsesi do jeni duke shqyrtuar anën tuaj ekonomike. Dhe ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, por ndërkohë shoh kontrata ekonomike, dhe ju shoh shumë entuziast në lidhje me këto kontrata, por ndërkohë mund të keni kontrata në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, por mund të jenë kontrata të tjera. Mund të jetë një kontratë shtëpie, kontrata nuk e di edhe martesore për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që nuk e di, ju do mundoni të çoni gjërat para gjatë kësaj jave. Çfarë do lloj situate që të keni, si në lidhje me një njohje ose diçka, një person nga e kaluara, në rastin tjetër në lidhje me një person që mund të jetë vetë vendi punës për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë me projektet, me bashkëpunime të ndryshme, por ju do t'i lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar, duke rishikuar situata ekonomike, por edhe në lidhje me anën tuaj profesionale, por dhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Atëherë kjo ishte për ju, ju uroj përsëri një javë të mbarë, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Akrepit. Gjithsesi, është një javë karmike për të gjithë, do ketë zbulime karmike dhe shohim si do ndikojnë në lidhje me shenjën tuaj.
Dhe shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, ujit dhe të tokës, të ajrit përsëri, të britsjapit dhe të ujit, që jeni dhe ju vetë. Atëherë, shoh që ju do keni ndryshime të mëdha. Në lidhje me një njohje të re, ju dëshironi të bëni një njohje të re, një fillim të ri, ju mund të zbuloni diçka aty në lidhje me këtë gjë, në lidhje me disa situata toksike, tensioni ose diçka tjetër, ose gjëra që mund të kenë qenë të fshehura nga ju. Ju shoh që largoheni për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ndërkohë, jeni të ngecur në mendimet tuaja në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe kjo ka lidhje me disa situata që toksike që ju mund të keni pasur. Por ndërkohë, sepse kemi planet Saturnin, kjo kartë tregon që ju mund të keni kaluar vështirësi dhe keni marrë ato mësimet tuaja në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Gjithsesi, shoh lajme të mira, një çlirim shpirtëror në lidhje me dashurinë. Por, për një pjesë tjetër, ju mund të zgjidhni dhe disa çështje në lidhje me partnerët tuaj. Mund të jenë situata, tensioni ose diçka toksike që mund të ketë ndodhur. Ose ju do rishikoni përsëri marrëdhëniet tuaja. Ju shoh shumë të ngecur në mendime, nuk ka gjë nga mendimet që keni ju, rrugën e keni të hapur. Gjithsesi është një periudhë që duhet keni kujdes dhe nga mashtrimet romantike. Për pjesën tjetër, shoh që ju dëshironi të filloni diçka të re, ndoshta një punë të re, një partneritet, një bashkëpunim, dhe ndjeni shumë entuziast në lidhje me këtë gjë dhe dëshironi të hidhni hapa para. Keni ngecur në mendimet tuaja, ndoshta ju mendon negativisht ose mund të jetë një punë e re, një projekt i ri, keni ngecur në mendime se nuk realizohet, por unë shoh që rruga është e hapur. Gjithsesi, duhet keni kujdes se mund të zbuloni diçka të fshehtë aty, por dhe është diçka që mund të ndikojë, domethënë në lidhje me punën tuaj, mund të zbuloni diçka, por gjithsesi shoh një çlirim shpirtëror, shoh edhe njohje të kështu lajme të mira që ju do keni në lidhje me punën tuaj. Ose një person dashamirës që do t'ju mbështesi. Në lidhje me një pjesë tjetër, mund të keni lidhje me dokumentat, janë krijuar situata të vështira ose me studimet tuaja. Keni kaluar këto vështirësi ose për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe me varësi të ndryshme, mund të jetë varësi ndaj alkoolit, ndaj ushqimit, ose mund të jetë një rutinë e përditshme që ju krijon situata të tilla, dhe ju dëshironi të bëni ndryshime gjatë kësaj jave. Dhe ju shoh në një pozicion shumë të mirë në fund të javës, ju do arrini të çliroheni nga këto situata që do kaloni, por ndërkohë shoh që do keni dhe lajme të mira që mund të jetë një njohje e re për disa prej jush. Në rastin tjetër mund të jetë një lajm i mirë në lidhje me punën, një punë e re, një projekt ose bashkëpunim i ri, ose në rastin tjetër duke lënë mbrapa të gjitha këto vështirësi ose një fillim i ri ekonomik. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Shijetarit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Është një javë ku është një javë karmike që do sjellë rishikime në lidhje me zgjedhjet tuaja emocionale, por edhe për gjitha shenjat e horoskopit. Dhe shohim se si do jetë kjo javë për ju. Dhe ju shoh këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Demit, shenja e Peshores, shenjat e Ajrit dhe shenja e Zjarit që jeni dhe ju vetë. Është një javë që fillon me analiza më tepër, ju keni nevojë të qëndroni me veten për të rishikuar në lidhje me njohjet që ju keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë ju shoh që do keni dhe kujtime të vjetra gjatë kësaj periudhe dhe ju dëshironi të jepni zgjidhje disa situatave.
mund të keni dhe kujtime me pasionet tuaja të vjetra. Gjithsesi, shoh që ju dëshironi të jepni zgjidhje diçkaje, keni marrë shumë goditje në jetën tuaj, në lidhje me dashurinë flasim, dhe është fundi, sepse jemi te 10-ta, ju do të çliroheni nga këto situata tensioni dhe stresi që keni kaluar për një kohë të gjatë, ju shoh që jeni përballur me shumë vështirësi dhe të vetën. Por gjithsesi ju do t'ja dilni gjatë kësaj periudhe. Ndërsa në lidhje me dhe këtu flasim, këto mund të jenë lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, por gjithsesi ju do dëshironi të jepni zgjidhje. Do jeni duke rishikuar situata të ndryshme në lidhje me emocionet, me familjen, me partnerin ose partneren tuaj, por shoh dikush sikur ju vrojton pak në mënyrë të fshehtë. Në rastin tjetër do jeni duke analizuar dhe mendoni si të jepni drejtim punës tuaj ose anës tuaj ekonomike. Ju thash duhet keni kujdes nga një person që ju ndjek gjatë gjithë kohës në hapat që ju bëni ose në gjërat që ju bëni. Ju dëshironi të vendosni një drejtësi te vendi punës ose të jepni zgjidhje një situate, duke lënë brapa ose duke u çliruar nga disa situata tensioni dhe stresi për të bërë një fillim të ri. Ndërkohë jeni përballur me shumë vështirësi, por ju do t'ja dilni. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me gjykatat, me prokurorit, institucione shtetërore, ku ju dëshironi të vendosni një drejtësi, dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, dhe dëshironi të çliroheni nga disa situata që ju kanë stresuar, ju kanë tensionuar për një kohë të gjatë, sepse ju nuk e di, shoh sikur të gjithë kanë qenë kundër jush në një situatë të caktuar, por ju do luftoni kundër të gjithëve për t'ja dalë dhe për të zgjidhur një situatë ose për të vënë një drejtësi. Në lidhje me punën tuaj, në marrëdhëniet tuaja me fëmijët tuaj, me shtëpinë tuaj, ose për një pjesë tjetër ka lidhje me dokumentat. Për disa të tjerë mund të keni gjyqe, mund të jenë gjyqe nga më të ndryshmet, varet situatat që ju keni, por ju do t'ja dilni deri në fund të kësaj jave. Gjithsesi, është një javë shumë e mirë, edhe sepse unë ju shoh që çliroheni, vini një drejtësi dhe ju ja dilni në lidhje me çfarëdo lloj vështirësie që mund t'ju dali gjatë kësaj jave ose edhe para kësaj jave, sepse shoh që disa situata kanë zgjatur për më gjatë këtu. Ju do të jepni drejtim gjithçkaje. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Britsjapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë shohim, është një javë karmike për të gjitha shenjat e horoskopit, shohim si do jetë edhe për ju. Kjo javë ka të bëjë në lidhje me çështjet e vjetra nga e kaluara dhe shohim me çfarë ka lidhje kjo. Dhe doli vetë. Atëherë, ju shoh keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, përsëri të zjarit, energji të shenjave të ujit dhe energji, kemi kartën e botës që ka 4 energji. Është energjia e demit, energjia e akrepit, energjia e virgjëreshës dhe energjia e shenjës së luanit. Atëherë, ju shoh që ju një fitore, një sukses që në fillim të kësaj jave, ndoshta ju do çliroheni nga situata të kaluara që mund të keni pas në çështje të vjetra, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me njohjet e kaluara që keni pasur, ose me familjen tuaj, por dhe nga ana ekonomike, ose në lidhje me punën tuaj. Gjithsesi, ju shoh që një fitore, një sukses në lidhje me ju, mund të keni dhe udhëtime të shkurtra ose të gjata, dhe shoh një lidhje shumë të fortë me internetin, ose një komunikim që do keni në lidhje me një person, ose në marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh një komunikim të mirë. Gjithsesi, është një periudhë që ju do fokusoheni shumë në humbje, do rishqyrtoni persona nga e kaluara, marrëdhënie familjare të ndryshme, ose në rastin tjetër që mund të keni humbur, flasim gjithmonë,
do t'i shifni gjërat ndryshe, sepse shoh që keni oferta dhe mundësi këtu për t'i parë gjërat ndryshe, por shoh që do keni dhe një komunikim shumë të rëndësishëm në lidhje me gjithçka, me mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë kësaj jave. Thjesht duhet të dilni nga situata humbje. Ju mund t'jeni përqendruar në humbjen e një personi, humbja e një pune, ose humbja e një marrëdhënie që mund të keni pas në të kaluarën, por dhe humbje të ndryshme. Gjithsesi, shoh që ju do t'i shikoni gjërat ndryshe, do ndryshoni kënd vështrim, do mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Në lidhje me situata nga e kaluara flasim. Është një javë fantastike sepse ju keni sukses, keni fitore, do keni udhëtime të shkurtra ose të gjata, një komunikim që mund të keni nëpërmjet rrjeteve sociale, një komunikim shumë i mirë dhe i fortë, por dhe në marrëdhëniet tuaja, dhe ndërkohë thjesht dilni nga këto humbje, sepse ju keni mundësira në marrëdhëniet tuaja, por keni dhe oferta të ndryshme për pjesën e personave që mund të jenë të lirë. Ose edhe me punën tuaj edhe nga ana ekonomike. Ju do ta mbyllni këtë cikël për të filluar një cikël të ri. Një pjesë tjetër ju mund të jeni duke komunikuar nëpërmjet me emaile, ndoshta jeni të interesuar për një punë ose për një vend pune për të larguar jashtë shtetit, ose edhe në lidhje me situata të ndryshme, dhe shoh që ju do harrini t'ja dilni në lidhje me këtë gjë. Por thjesht në momentin që ju do t'ja dilni, do ndjeni që keni një sukses dhe një fitore, aty do përqendroheni te gjërat që keni humbur. Mund të jetë një humbje ekonomike, humbja e një personi, humbja e një pune, humbja e një marrëdhënie. Gjithsesi ju do ta mbyllni këtë cikël gjatë kësaj jave për të filluar një cikël të ri, duke rishikuar të gjitha llojet e marrëdhënieve që ju keni, dhe këtu flasim marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie me kolegët e vendit punës, por edhe marrëdhënie të ndryshme që keni. Gjithsesi, është një javë fantastike, ju uroj përsëri një javë të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën te shenja e ujorit. Do jetë një javë karmike për të gjithë dhe shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Shoh që keni shumë diskutime, keni të bëni me energji të shenjave të ajrit, të zjarit, të ujit edhe energjia e shenjës së luanit. Shenja ajri jeni vetë, shoh një fillim të ri me shumë diskutime, ose ju do keni zbulime të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, mund të mësoni diçka të fshehtë, një informacion të fshehtë, një pjesë prej jush mund ta mësoni në lidhje me anën tuaj, në lidhje me dashurinë, në lidhje me anën me marrëdhëniet tuaja, me punën tuaj, me studimet tuaja për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër edhe nga ana ekonomike, ana financiare. Por ndërkohë shoh dhe fillime të reja dhe marrëveshje në lidhje me studimet, me udhëtimet, me njohjet që ju dëshironi të bëni, dhe ju shoh që ju do keni plane afatgjata. Do filloni, jeni në pritje të një përgjigjeje mbas këtyre diskutimeve dhe ju do jeni duke bërë plane në perspektivë. Në qoftë se ju do futeni në një njohje të re, atëherë këtë njohje ju, sepse ndryshoni kënd vështrim nga situatat që ju rrethojnë, do ta shikoni për një afat të gjatë. Ndërsa për një pjesë tjetër, në lidhje me fillimin një pune të re ose i çështjeve studimore, për një pjesë tjetër, ndoshta dëshironi të studioni për diçka, mund të bëni një trajnim ose diçka tjetër, është momenti që ju do t'i shikoni gjërat ndryshe, duke bërë një fillim të ri, por që të ketë perspektivë.
mund të jetë një trajnim ose një kurs ose një studime të ndryshme që mund të bëni, por duke i menduar gjërat në perspektivë. Dhe shoh lajme të mira, por ndërkohë dhe ju do ndjeni mirë me veten tuaj. Dhe shoh kartën e diellit, dielli shkëlqen, sharm, lumturi për të gjithë ju. Për pjesën tjetër, mund të jetë fillimi thami një njohje të re, është një person që ka emocione, por që do t'ju bëjë dhe shumë të lumtur ky person. Do ta ndjeni veten shumë mirë me këtë person. Ndërsa për disa të tjerë, në lidhje me marrëdhëniet, ju do jeni duke bërë plane afatgjata në lidhje me fëmijët tuaj, me familjen, me shtëpinë. Dhe kjo gjë sigur do t'ju qetësoj, ju sigur do të çliroheni dhe do ndjeni mirë. Dhe këtu një pjesë tjetër mund të keni një lajm të lumtur nga fëmijët tuaj. Dhe kjo gjë do t'ju bëj si me krah apo të vësh re këtu. Ndoshta është diçka që fëmijët tuaj do t'ju thonë në lidhje me disa plane që mund të kenë bërë për një afat më të gjatë. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me një fillim, me fillim e dokumentash dhe ju mendoni që me bërjen e këtyre dokumentave ju do harrini të filloni që t'i mendoni gjërat më në perspektivë. Ju shoh me lajme të mira thash dhe të lumtur dhe me për pjesën e dokumentave, por dhe të studimeve. Për një pjesë tjetër, për disa të tjerë mund të jenë fillime të reja në projekte, në bashkëpunime të ndryshme, në karrierën tuaj. Por është një fantastike, sepse do keni diskutime, fillime të reja, plane afatgjata, do rishikoni situata të ndryshme që do keni si në lidhje me studimet, me dokumentat, me marrëdhëniet tuaja, dhe ju shoh me lajme të mira dhe ju shoh që në fund të kësaj jave do ndjeni të lumtur në lidhje me gjithçka. Dhe këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshqve. Dhe tham që është një javë karmike për gjithë dhe të shohim se si do jetë për shenjën tuaj. Dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të zjarit, shenjat e ujit që jeni dhe ju vetë, dhe shenjat e ajrit. Shoh, ju do jeni të përqendruar në anën tuaj ekonomike, ose për pjesën e personave që mund të jeni në njohje, në lidhje, ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me një person. Ju mendoni për një lidhje, për një stabilitet emocional. Mund të keni dhe disa konflikte aty, por mund të keni dhe paqartësi në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe shoh që do keni shumë diskutime. Në lidhje me pjesën tjetër, ju do jeni duke analizuar anën tuaj ekonomike. Ndoshta do merrni disa para, dëshironi t'i menaxhoni këto para, ose mund të jenë edhe çështje që rikthehen në lidhje me anën tuaj ekonomike, që mund të kenë qenë të pasgjidhura, dhe ju do rishikoni situatat ekonomike, se si të jepni zgjidhje. Shoh që mund të keni dhe kundërshtime mendimesh ose disa situata konflikti ose paqartësi në lidhje me këtë gjë. Dhe shoh shumë diskutime në lidhje me anën ekonomike ose me investime të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Ndërkohë, për një pjesë tjetër, do arrini të menaxhoni anën tuaj ekonomike, punën tuaj, karrierën, bashkëpunimet të ndryshme që keni. Shoh që ka një lloj bashkëpunimi te një lloj konkurrence te vendi punës, ku secili lufton për veten e vet. Gjithsesi, shoh që aty mund të krijohen disa situata që ju mund të ndjeni pak të paqartë në lidhje me diçka që do ndodhi. Por gjithsesi ju do keni një fillim të ri, mund të jetë një punë e re, një projekt ose një bashkëpunim, mund të hyni në diskutime të reja në lidhje me këtë gjë. Ndërsa në lidhje me njohjet, lidhje dhe marrëdhëniet, tham që ju do kërkoni një lloj stabiliteti emocional. Në lidhje me një njohje,
Për beqarët ju do kërkoni një lloj pavarësie, dëshironi të jeni të pavarur si emocionalisht dhe ekonomikisht. Por shoh disa konflikte që mund të ndodhin në familjen tuaj. Ju ndoshta dëshironi të shkëputeni nga familja dhe kjo gjë do t'ju bëj pak konfuz. Do keni paqartësi ose ju mund të ndjeni dhe frikra emocionale në momentin që do keni këto konflikte. Gjithsesi nëpërmjet diskutimeve ju do ta bëni një fillim të ri dhe për një pjesë tjetër kjo ka lidhje me pjesën e dokumentave, ku ju mund të mendoni dhe të jepni disa para edhe për pjesën e dokumentave, aty shifni që mund të ketë dhe shumë persona të tjerë që po interesohen për këtë gjë, dhe ju do mendoni se nuk do harrini dot ta zgjidhni këtë situatë. Gjithsesi, unë shoh që ju do ta bëni këtë fillim të ri dhe është një fillim i ri që do marrë zhvillime shumë të mira edhe në lidhje me ju. Por ju do jeni më shumë të fokusuar gjatë kësaj jave te ana ekonomike, te zgjidhja, te menaxhimi i anës tuaj ekonomike, të një lloj pavarësie për pjesën e beqarëve, për të pasur atë një pavarësi emocionale dhe ekonomike, sikur dëshironi të shkputeni nga familja, por ju thash do krijojnë disa situata pak të vështira, por gjithsesi nëpërmjet diskutimeve ju do harrini të jepni zgjidhje kësaj situate. Këto diskutime mund të jenë në partneriteten, te vendi punës, në karrierën tuaj, për pjesën e dokumentave ose dhe në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, ku do ketë shumë konkurrencë gjatë kësaj periudhe. Dhe ju do ndjeni pak të friksuar nga kjo gjë. Gjithsesi, është një javë fantastike, nuk është se është javë me probleme, është e rëndësishme që ju të rishikoni situata të ndryshme, si në lidhje me marrëdhënie dhe kur flasim marrëdhënie për marrëdhënie të ndryshme, me punën tuaj nga ana ekonomike, me dokumentat, por edhe në lidhje me studimet tuaja. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në video të radhës.